Falenderojmë Allahun e Madhreshëm. Allahut ja shprehim të gjitha falenderimet. Për Allahut kërkojmë falje, te ka i mbështetemi. Për madhrinë e tij dëshmojmë të gjithë se është një, s'ka zot tjetër pos tij, vetëm atij takon gjithë pushteti. Ai është krijuesi absolut dhe të gjithë besojmë se një ditë do të kthehemi tek madhria e tij. Gjithashtu dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është robi dhe dërguari i tij. Allahu e zgjodhi të jetë pejgamberi i fundit dhe na ndëroi neve të dashur vëllezër të jemi pasues të sunetit dhe fesë me të cilën Allahu dërgoi Muhamedin alayhis salatu wassalam. Të dashur vëllezër, po duam të plotësoj një cikël të 4 ligjërata që kam menduar me i kompletu, të cilat ligjërata kanë pas bëjnë me formimin e një njeriu të shëndosh. Sepse kriza e muslimanëve sot në botë është pa aftësia me të prodhu njerëz të shëndosh edhe të formuar. Dhe kjo krizë dhe gjitha problemet që sot shfaqen në botën islame janë si pasojë që ne kemi mungesë të prodhimit të njerëzve të shëndosh, e cila çështja ka qenë njëra nga motivet kryesore të pejgamberit alayhis salam. Mos harrojmë asnjëherë që Hazreti Muhamedi ka ardhur këtë botë me formu njerëz, me prodhu njerëz, me formu njerëz të kompletuar. Në 4 çështje. Në çështjen e mendjes, e kemi thonë, në aspektin e mendjes, në aspektin e trupit, në aspektin e emocioneve dhe në aspektin e shpirtit. Dhe kemi thonë, këtu janë 4 pasuri, 4 mundësi që njeriu duhet mu zhvillu paralel të 4-ta. Përndryshe, nëse njëra zhvillohet mbi tjetrën, kemi deformim të personalitetit. Allahu thot në Kur'an: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Ne ju kemi bë juve ummeti mesatar. Mesatar në gjitha çështjet. Në këto fjalime të shkurta të 4 këtyre gjërave që po i shpjegojmë, po bëjmë përpjekje me gjetë mesin. Kemi folë për mendjen, kemi folë për fiziken, aspektin e trupit, sot do të flasim për emocionet. Sepse bota e emocioneve është njëra prej të lashave më të mëdha që sot i kanë muslimanë gjithashtu. A muni me paramendu xhamatin nderuar që muslimanët sot shumicën e gjykimeve të tyre, shumicën e mendimeve të tyre, shumicën e konstatimeve të tyre i kanë të mbështetura në emocione, jo në mendje. Na jem emocionalisht të i po gjanat, jo me mendje, jo me vetdije. Na emocionalisht jem të reagu. Na shumicën e problemeve që sot i kena në shoqni, na emocionalisht po reagujmë ndaj problemeve. Pa përjashtim po flas. Këtë probleme që i ka shoqnia jonë sot, na reagujmë ndaj problemit emocionalisht. Sigurisht që janë të kërkuar me emocionet, sepse në kohën e pejgamberit alayhis salam ka ndodhur një tregim i shkurt që fletë se pejgamberi ka pranu emocionet edhe ato jenë pjesë përbërëse qenjes njeriut. Por na po flasim jo të primi, kuptimin edhe pozitiv edhe negativ. Ka ardhur një beduin prej shkretines edhe rasisht është fut në shtëpinë e pejgamberit, në dhomën e pejgamberit, edhe ka gjetë pejgamberin të lujt me Hasanin edhe Husejnin, 2 nipat e tij. Edhe po përlat, po lun, po i qaf, po i qëtë në qaf, në shpinë, edhe aj beduini po habitet. Pse po habitet? Po i drejtohet pejgamberit islam, po i thot: "Ja Rasulullah, unë 10 fëmijë kam, kur mjetë tem si kum qaf, as si kum puth." Unë ku mendu që burrat s'do të mi qaf fëmin, se burrat e fort s'do të me pas emocione. Që ashtu na i na rrit, kanë herë na kanë thonë, burrat s'do të me kaj, pse burri s'do të me pas emocione? Emocionet janë veç për gra, veç gra du të me qaj. Kjo është gjithashtu ekstremitetin e mohimin e emocioneve. Jo, pejgamberi ka qenë burr, po kur i ka vdek djali ka qajt, a i ka pranu emocionet. Megjithatë, ka raste kur ai i ka stopu njerëz ose i ka frenu në teprim të emocioneve. Unë po du për juve me shkput një ngjarje që flet shumë për aspektin e emocioneve, edhe flet për nevojën tonë që gjërat bikëshyr me mendje ma shumë se sa me emocione. Kohën e pejgamberit o realizu një marrëveshje quhet marrëveshja e Hudejbijës. Pejgamberi ka bu marrëveshje me idhujtarët e Mekës. U ka pas nis me shku me bu umrën,
e me kas nuk e kanë lanë me bo umrën, o bo një marrëveshje, mu këthy kësaj radhe, vitin e arshëm me bo umrën, vizitën e Qabes jashtë ku është haxhit. Në qëtë marrëveshje të Hudejbijës, e ka bo vetë pejgamberi alayhis salam, është me miratimin e tij sallallahu alaihi wasallam. E dini historinë që kur ka filluar mu shkru marrëveshja, me kas i kanë gjitë do kushte, nëse këqyren emocionalisht nuk bojnë. Mirë, po nëse këqyren në aspektin e mendjes dhe të strategjisë, ato janë kushte që duhet me i pranu. Këtu i kemi tash dy persona, kemi pejgamberin që të i pranu kushtet, edhe kemi rënën tjetër Hazreti Omerin që sot i pranu kushtet. Edhe kur bo marrëveshja, ka reagu Hazreti Omeri, radiallahu anhu. Edhe ka shku te pejgamberi alayhis salam. Edhe i ka thonë, as jena në hak, a nuk jena në të vërtetën, pse me bun shim? Pse me bo marrëveshje me kas, kur na jena në hak? A dini pse Hazreti Omeri këtu s'ka mujt me ra natë thjesht me pëlqy me rast në rundin e parë me pejgamberin. Sepse Omeri marrëveshjen e Hudejbijës e ka këshyr emocionalisht, ndërsa pejgamberi ka këshyr marrëveshjen e Hudejbijës me pa emocione. Edhe ka po që marrëveshja e Hudejbijës kam ju sill muslimanëve dobi që veç historia kam i dëshmu. Edhe kush e lexon marrëveshjen e Hudejbijës, prej marrëveshjeve që më shumë t'ju ka sill dobi muslimanëve është marrëveshja e Hudejbijës. Këtu pejgamberi çka më bën Omerit? Po do mja frenu emocionet, dhe në momenti kur Hazreti Omerit i frenuan emocionet, masanej, ma vonë, ka pas thonë Hazreti Omeri radiallahu anhu, nuk ja fali vetit atë ditë që su pajtë isha me marrëveshjen e Hudejbijës, se ma vonë e kum pa që i shkone sakt. Për ata dashur vëllezër, emocionet e tepruara jënë të na qunë tre gabime. Gabimi parë, po mashtrohemi let, po manipulohemi let. Gabimi dytë. Gabimi dytë është kush është i tepruar në emocione gabon shpesh. Gabimet e shpeshta janë srëzat e emocioneve. Edhe e treta është po marrim vendimet shpejta. Po ja u silli veç një shembull. Ditën që janë dalë karikaturat kundër Muhamedit alayhis salam, që është përqesh figura e pejgamberit. A dini çu kanë reaguar muslimanë në botë? A besoni diçka? Krejt muslimanët kanë reaguar emocionalisht, ama asnjë s'ka reaguar me mendje. Krejt ka qenë në reagim emocional. A dini çu është reagim emocional? Kanë bo protestën e për vendet e tyne, i kanë shkatru vendet e tyne. Sheshet e tyne, porçet e tyne i kanë shkatru. Sepse reagimi ndaj ofendimit pejgamberit nuk ka qenë reagim me mendje, ka qenë reagim emocional. Për ata dhe ka pas ma shumë pasojë se sa pozitivitet. Dashurit e mi, krejt porosia është kështu. Nuk jena kundër emocioneve, por kena nevojë me eduku mbi emocionet frenuara. Na jena që emocione me pas gjithçysh, emocionet të cilat nuk na çojnë në padrejtësi dhe në vepra jo të sakta. Kërkojmë emocione të cilat na bojnë rrugën e drejtë dhe na bëjnë me bo vepra të sakta. Kjo është edukimi emocional dhe nevoja e muslimanëve sot që me bo baraspesh mes emocioneve dhe mendjes. Edhe gjërat njët me këshyr, sa i këshyri me emocione, ashtë me këshyri edhe me mendje. Zoti na falë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.